Shqipëria po përballet me një rritje të shpejtë të numrit të automjeteve, por pa një rinovim të ndjeshëm të flotës. Sipas Bankës Botërore, niveli i motorizimit është rritur me 122% gjatë 10 viteve të fundit, duke shënuar ritmin më të lartë në Ballkanin Perëndimor. Sipas Bankës Botërore, niveli i motorizimit është rritur me 122% gjatë 10 viteve të fundit, ndërsa nga automjetet e regjistruara në vend, 91% janë më të vjetra se 10 vjet dhe pjesa tjetër e kanë kaluar moshën 20 vjeçare. Mosha e lartë e mjeteve sjell kosto ekonomike, rrit konsumin e karburantit, ndikon në sigurinë rrugore dhe në ndotjen e mjedisit, ndërsa në nivel kombëtar nevojiten masa për rinovimin e flotës, nxitjen e automjeteve elektrike, forcimin e transportit publik dhe përmirësimin e sigurisë rrugore. Në Korçë, procesi i regjistrimit të mjeteve të amortizuara po sjell ndryshime konkrete. Dhjetra automjete të vjetra janë nxjerrë jashtë përdorimit, duke ulur moshën mesatare të flotës dhe duke kontribuar në reduktimin e ndotjes së ajrit dhe rritjen e sigurisë në rrugë. Sipas të dhënave të fundit, një numër i konsiderueshëm automjetesh të amortizuara dhe me moshë të lartë janë nxjerrë jashtë përdorimit. Për vitin që lan pas, regjistrimi i përhershëm është bërë për rreth 220 mjete me moshë kryesisht mbi 20 vjeçare. Sipas specialistëve, ky proces pritet të ndikojë pozitivisht si në cilësinë e ajrit ashtu dhe në sigurinë e qarkullimit rrugor. Regjistrimi i mjeteve të vjetra dhe zvendësimi i tyre me automjete më të reja shihet si një hap i rëndësishëm drejt një transporti më të sigurt, më ekonomik dhe më pak ndotës, duke kontribuar në një qytet më të pastër dhe më të jetueshëm.